Në GKK po zhvillohet seanca e radhës për dosjen Plumbiar, teksa përpara trupës gjykuese po jep deklarimet e tij njëri prej të pandehurve, Agim Gjini. Gjini po jep shpjegime për vrasjen e Elvis Dedajt në vitin 2012 dhe të nënës Fatmira Dedaj një vit më vonë në Durrës. Ai tregon se ka punuar në pikën e karburantit që ishte në pronësitë e Elvisit dhe Festim Qolit. Ky i fundit dyshohet se është porositësi i vrasjes së ortakut të tij. Agim Gjini thotë se marrëdhëniet mes Elvisit dhe Festimit ishin të mira dhe se e vetmja mosmarrveshje që kishin ishte për një vajzë. Ndër të tjera thotë se Fatmira është përkujdesur për djemt dhe se nuk ka dieni se kush mund ta ketë vrarë. Gjini tregon se është takuar me Festimin pas vrasjes së Elvisit dhe se ai kishte frikë se mos e vrisnin. Kam qenë furnitur në një pikë karburanti në dalje të Shkozetit. Më punsoi Festim Qoli. Me të u njoha në shkollë në 8 vjeçare. Elvis Dedjan e kam pas njohur, e kishim mikun dhe Festimi. Elvisi ishte ortak me Festimin, menaxher ishte Kujtim Hasa. Gjatë kohës që punoja në karburant kishte një atërmbetje për një vajzë mes Festimit dhe Elvisit. Elvisit I thërrisnin loshi, ai punonte me lloj-lloj gjërash, me drogë. Për vrasjen e Elvis Dedja e dëgjova te karburanti, erdhi policia dhe më arrestoi. Jam takuar me Festim Qolin pas vrasjes së Elvisit disa ditë pas ngjarjes. Festim Qoli është thirrur në polici për këtë çështje. Fatmira Habilin, nënën e Elvisit e njihja, e kam takuar, I kam bërë yzmet dhe na ka bërë. Ajo vinte rrallë në karburant. Fatmira nuk më ka thënë se ku dyshonte për vrasjen e të birit. Rrinte me Festimin, marrëdhëniet I kishte të mira. Elvisi ka pasur një BMW. Festim Qoli ishte pronar I biznesit bashkë me Elvisin. Marrëdhëniet mes tyre kanë qenë shumë të mira. Nuk shkonin mirë vetëm për punën e femrës. Nuk donte që Elvisi ta merrte atë sepse kishte shkuar Festimi me të. Nuk e di kush e vrau. Ditën që ndodhi ngjarja, unë kisha babain pa qef që më ndërroi jetë pas disa ditësh. Kam qenë tek shumica në supermarket. Mora ushqime për t'i dërguar tek lokali. Pika e karburantit kishte edhe lokal. Mora ujë, kafe, pastaj më arrestoi policia. Kujtim Hasa punonte në lokal, kishte edhe punonjës të tjerë. Nuk më kujtohen emrat. Vrasja ndodhi në malin e Robit, nuk shkova në vend ngjarje. Për gjysmore mora vesh ngjarjen. I kisha takuar edhe viktimën dhe Festimin te karburanti. Petrit Qoli vinte te karburanti e takonin për ditë. Më shoqëruan ditën e ngjarjes dhe më morën në pyetje në polici. Na morën shenjat e gishtave, na morën dëshminë dhe kaq. Festimin e takova pas vrasjes. Folëm për ngjarjen. Ai kishte frikë për ngjarjen që ndodhi. Kishte hall se mos vriste njeri edhe atë. U paraqit edhe Festimin në polici për t'u pyetur. Deri më sot kam pas marrëdhënie të mira me Festimin, para se të arrestohesha. Pas vrasjes së Fatmira Dedjës, Festimin e kam parë me automjet tip Lincoln, tha ai.